Seanca në gjykatën themelore në Prishtinë për rastin e Sherife Alijes, e cila u plagos nga bashkëshorti i saj Idriz Alia në gusht të vitit 2024, është ndërprerë për kohë të pacaktuar. Gjykata kishte aprovuar kërkesën e avokatit mbrojtës të pandehurit Haxhi Millaku për të ekzaminuar dosjen sa i përket trajtimeve mjekësore nga qendra e paraburgimit. Në seancë për të raportuar për dosjen e të pandehurit ishte eksperti Jeton Zogaj, por përgjigjet e Zogajt nuk i pëlqyen avokatit. Andaj, avokati mbrojtës i të akuzuarit Haxhi Millaku gjatë seancës ka paraqitur shqetësime se të drejtat e tij si mbrojtës janë cenuar, duke përmendur ndër të tjera ndërhyrjen e kryetares së trupit gjykues gjatë dëshmisë së ekspertit. Avokati Millaku ka kërkuar përjashtimin e kryetares së trupit gjykues, duke pretenduar se kjo e fundit ka cenuar orientimin e mbrojtjes, punën profesionale dhe të drejtën e mbrojtjes efikase. Përshëndetje edhe një herë për gjithë. Vazhdon shërtimi gjyqësor ndaj të akuzuarit Idriz Alia, i cili nga Prokuria Themelore në Prishtinë, Departamenti për Kriminologji anda akuzohet për veprat penale si në vijim, vrasje rënd në tentativë e sankcionuar me nenin 173, paragrafit 1.1.3 dhe 1.5, lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, veprën penale mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, të sankcionuar me nenin 366, paragrafit 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe për veprën penale mospërfillja gjykatës, e sankcionuar me nenin 393 paragrafit 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Seanca fillon në orën 1:25 minuta, prezanton prokurorja shtetit, Fatmire Coca, i akuzuari Idriz Alia, me mbrojtësin e tij avokatin Haxhi Millaku, përfaqësuesi i palës së dëmtuar, avokati Fitim Gashi, ashtu prezanton edhe eksperti Jeton Zogaj, ndërsa nuk prezanton Sherife Tahiri, dëmtuara. Palët njoftohen konform dispozitave të Kodit Procedurës Penale se përbërja e trupit gjykues është e njëjtë, a keni vërejtje eventuale? Palët deklarojnë pa vërejtje. Pashtu, kryetari i trupit gjykues i njofton palët e pranishme që të sillen si duhet të mos e pengojnë punën e gjykatës. Pashtu paralajmëron për mundësinë e tërheqjes së vërejtjes nxjerrjes jashtë gjykatorës dhe mundësinë e shqiptimit të dënimit deri në 1000 euro. Shkon më tutje. Seanca do të jetë e hapur për publikun tani tutje. Për atë pjesë është kërkuar dhe është aprovuar, ndërsa tani do të jetë e hapur për publikun. Pashtu, kryetari i trupit gjykues i njofton palët e pranishme se me kërkesën e mbrojtësit të akuzuarit, komplet dosja është kërkuar sa i përket trajtimit mjekësor nga qendra e paraburgimit derisa ka qëndruar i akuzuari, e njëjta është dërguar te eksperti për ekzaminim edhe për pyetje eventuale nëse kanë nga palët e pranishme. Në qënë se është propozuar nga mbrojtësi i të akuzuarit, atëherë do të vazhdojmë me dëgjimin e ekspertit. Po, Jeton? A më të para se kam dëgjuar ekspertin në kërkesë? Po. Mbrojtërin, jo vetëm që ka një spektër smundjesh, si ato të natyrës kardiovaskulare, të natyrës psiqike, ka dhe probleme në të ndëgjuar. Besoj që edhe ne jemi dëshmitar gjithë që e kemi pa që shumë qashtë është dash qof me të nëplar, qof me afru për një. Kemi mirësina, mund të përdorim këtë aparatur që teknikisht ai të ketë ndëgjur se bëtë... Po, unë kam të ndezun, po besoj që po të ndëgjur në më funksionon që kjo aparatura, mundemi të konstatojmë që ky përmes kësaj aparaturës ndoshta ndëgjon më mirë. Që po duhet mu çdo herë me reproduku, desa dhe me interferu që po të adio serioze dhe mund të kemë naj vrejtje për gjykatës, që të ndëgjoj me ndëgjuse të matë këtë proces. Se këto pajisja për përkëtim, po besoj që mujnë me ba dhe për gjuhë shqipe. Ishtë të me thirë Jetoni. Pranderi, ndërsa sa se kam as telefonin. Ndërsa sa i përket çështjes që e kemi ftuar ekspertin një mëtumin jos, dhe që i keni dorëzuar dosjen të kompletuar nga, unë besoj që është mirë të jetë në proces verbal. Dhe
tëra dosjen mjekësore për trajtimin kozgjatje që kanë në parabolgim. Trajtimi që është bën nga ekspertët mjekësorë nga shkencat interdisciplinare, unë do të kërkoja a priori, ju ta vlerësoni, që eksperti pas marrës tyre dokumentacioni, të bëjnë një plotësim në formë të shkruar nga ekipi siç ne e kemi kërku. Tash që kemë prezent, dokumentacioni të kompletuar e ka pas çdo konstatim e cekum në proces verbal, sikur ai me shkruar atje, sikur na këtu, këtu është më asigur. Këtu e ndëgjojmë dhe shkrymë dhe i parashtrojmë pyetje. Po, kryetare, po... Jo, më në shmur. Për shkak të shkresave të lëndës që është më komod avokati për ata, propozoj me arme për aty më ul afër juve. Edhe sa herë që nuk dëgjon, na kërkon neve na ngritën zanin edhe derisa ta kupton ato që rregull. Patjetër. Atar i konstatojmë edhe ke konstatua ato përshkresat landësive që e ndërzu në tërsi, të cilat janë tërhequr nga çanta para burgimit, të njëjtat janë ndërzuar ekspertit. Mirë, vazhdojmë. Konstatojmë të dhënat personale të ekspertit, i njohur për gjykatën. Marrëdhënie familjare me të akuzuarin? Jo. Nuk është. Mirë, a vazhdojmë avokat? Ka qenë propozime juaj, atëherë ju apëm fjalën juve që ta mendoni më të drejtë për të. Faleminderit. Do të ekspert. Mund të tregoni gjykatës në pika të shkurta përvojën tuaj presidendin e punës natyrën specifike të specializimit fillimisht Faleminderit, avokat. Në vitin 2008 kam të përfunduar fakultetin e mjekësisë. Nga në fakultetin e Prishtinës, drejtimi mjekësie e përgjithshme. Dhe në vitin 2010-2011 është hapur konkurs për specializim për herë të parë në Kosovë nga lëmia e psikiatrisë forenzike, ku dhe po në atë vit kam filluar specializimin, të cilin e kam përfunduar në vitin 2016.
si specialist i psikiatrisë forenzike. Dhe nga ky vit jam i punësuar në Institutin e Psikiatrisë Forenzike të Kosovës si psikiatër forenzik, ku jam edhe aktualisht. Gjatë kësaj periudhe kam përfunduar edhe trajnime të ndryshme, të cilat kanë qenë në kuadër të edukimit, e të cilat janë bojtur në kuadër të Institutit e Psikiatrisë Forenzike, që ka qenë një projekt i Bashkimit Evropian, e kryesuar nga qeveria finlandeze. Në cilën vit? 2014, 2014 është bë hapja e institutit. Do thotë po flasim për një 10 vjeçar që ju keni provuar në forenzike. Thuaj se në 2014 ajo është hap instituti, 2015, 10 vite. S'kam diçka tjetër. Përgjigja pothuaj se një për Dekad. Po nuk nga bërë për afërsisht sa egzaminim, trajtime apo ekspertiza këtë 10 vjeçar qoftë, ju si ekspert i vetëm apo si ekip, keni dhënë për afërsisht? Në Institutin e Psikiatrisë Forenzike, përveç ekzaminimeve që kryen nga nevojat e gjykatës, funksionojnë edhe 2 raporte të trajtimit të detyrueshëm psikiatrik mentalien. Dhe gjatë kësaj periudhe, përveç ekzaminimeve, ne bëjmë edhe trajtime për personat me probleme në shëndet mendor. Me numër, mund të them që mbi 1000 si antar, kryetar, vetëm, varësisht. Këtë ekspert, si antar. a është vërtet që ju, kohën e fundit, urnësën nga gjykatë, i një pajisur me materiale, mjekësore, Edhe një atë të mëta. A është e vërtet? A më vërtet? Është e vërtet? Që tanë kohën e fundit, sepse nuk e di urnësën që në qenë gjykatë. Me kona, me njerë veprojnë. Po, jeni pajisur me materiale e çështjes së rastit i drejtërisë, dosja mjekësore, akte procedurale, dëshmitë e dëshmitarëve, Dosja mjekësore, vërtet. procedurale, nga pari, Dëshmia dëshmitar. dëshmitë e dëshmitarëve, aktet mjekësore nga të gjitha qendrat e paraburgimit, trajtimi dhe vizitat mjekësore që në bërë, deri të raporti apo fletëlshimi i datës 09/2025. Në Spitalin Rajonal të Tezë, e së fundit në këtë raport, përmendet kodi i njohur ndërkombëtarisht, F32.3, është kjo sakt që e tashta.
Në qënë se ka raporte shumë, lirisht me edhe kohën Po. e duar për me pa. Ose Ne me dosjen nga gjykata kemi qenë të pajisur nga koha e ekzaminimit, kur është bërë. Kur është bërë? Hetu ti ekspert, E po ashtu, pyetja jem është përgjigja kohën e fundit ai një pajis me qëto që i numrova. e po ashtu, Unë e di që ka ke pas për para. Historiatin e kreva unë tash tani së fundmi. Ai një pajis me shkresë. Nuk e ndërprejnë, të lutem. Jo, për ndërprej se nuk du të më skivoj. Pyetjen e kam shumë konkrete. Po, ju, do të më thot ju. Ekspert, avokat, Jam shumë konkret. Avokat. Lutem. Është profesional, është nivel superior. Po. Ju Me të lutem, respektin. smetare, kërkoj falje që ndërhyra. Por, Edhe unë pyetja nuk eme është shumë ndërhyj përgjigje se- sepse i kom shkëshënim të gjitha çka kërkoj nga eksperti. Dhe duqe pasyre Avokat. kjo gjykat ta ketë real. Kur ta mbaron, Kërkoj falje. ta mbarove. Shumë kërkoj falje. E kërkoj. Kërkesa ju e ka qenë për trajtimin mjekësor gjatë qëndrimit në paraburgim. Gjitha raportet janë kërku gjatë qëndrimit. Pavarësisht se keni qenë njoftuar prej edhe keni bërë ekspertizën, prej fillimit me kërkesë të prokurorisë. Përkundër këtij fakti, na e kemi aprovu kërkesën e juaj edhe kemi kërku tërheqjen e gjitha raporteve mjekësore që gjatë trajtimit gjatë qëndrimit në paraburgim. Gjitha janë ndërzuar gjykatës, komplet janë ndërzuar eksperti. E për veprime procedurale, cilat veprime? Kryetare, unë vetëm i numrova matematikisht. Dhe me të drejtë e pyetën të shmitarin këtu ekspert. Atë që ju e tha, ai ka pranuar, të që e riprodukova me thonë po. Për Ai cilat ke marrë jo, dosjen komplet o burë. ose kam të kjarë për cilat veprime procedurale i Po përmendë. krejtjen ato kërkesat. A bën edhe një herë me listu? Dosjen e ka marrë prej gjykata e veta, me krejt që to materiale që ju veç i pohut, ja lypa një po ose jo. Apo kupton që po të thamë, Po, kryetare. që po të njoftoj. Po, kryetare. Është aprovu kërkesa e juaj gjatë qëndrimit të mbrojtërit tuaj me paraburgim, trajtimet që i ka marrë, gjitha raportet mjekësore, të njëjtat i janë ndërzuar prej gjykatës eksperti. Unë veç apyta konfirmimin. Ai ke marrë qito materiale për gjykatës kohën e fundit. Gjatë qëndrimit, Po krejt qito qka i ka marrë, janë aty të qaj raport që ja ka pruzi. po nuk mundesh me qitë para aktit kry me thonë këto matematikisht. Po jo matematikisht, po i në veprime o gjyqtare. I thash, i ke marrë. Cilat, konkretisht, A bën me lexu qatë proces verbal që mos të spekulojnë me ato. e përmend ç't raporte a ke pa, ç't raporte, nëse Dosjen na si gjykat, nuk ja kemi dorëzuja, ajo mund tani me pa. komplet të Drizalis, a ke pas? Dosjen mjekësore të Drizalis, Gjatë qëndrimit. Prej fillimit që është paraburgim. E ke Ajo që pas, ty ka nuk e ke dorëzuar. pas. dosja mjekësore për cilën ka kërku gjyqtarja edhe na ka ofruar si dëshmi janë gjitha raportet, vetëm raportet mjekësore, që i ka në kodër të qëndrimit në paraburgim. Që ke dosi. Këtu është edhe fletëshimi i datës, Cilën në fund e përmenda. nuk është dhe asaj date, i datës 27/8/2025, 27/8, po. se më dhe që thotë parit 9 dësha, Këtë gjimi në bandate 27/8/25. 25. 25. E që kjo është fletëshimi është të. Po, dhe është rreshti para fundit, aty, Po, ku neuropsiatri e jep qatë kod. Pyetja eme konkrete do tjetë lidhur me kodin, po mu më interesën që ato që e tha gjykata, i ke pas dhe ke pas qasjen dosje mjekësore ti. Që kjo unë që Avokat. një par një po, po, që njërë, gjithë e di. avokat. Po, Pyte, a i ke po deklaratat, a i ke po shkrimet që ka në shkrisat Londës. Po. Edhe une, me qëllim dhe ishta me së qëru. Gjatë kohës së vlerësimit e kem pas gjitha shkrisat e Londës, cilat i ka pas gjykata me deklarata, me gjitha që ato që ti në fillohe me bo pyti. Dosje mjekësore, që na ka ofru tash, deri sa kemi pas në kohën e ekzaminimit. Gjitha raportet, dosjen e burgut të trajtimit, po flasëm
deri në 10 orë 2024, sa ka qëndru pyte na kena pas në dispozicion. Pjesën tjetër, këta 11 muaj, do thëtë, pjesës fundit, na nuk kem pas dhona. Edhe këto dhona na kanë ofruar për anës gjykatës. Raporte mjekësore. Sa i përket trajtimit. Veç sa i përket trajtimit, jo dosje të dëshmive. Qëto me ku përkun asë ma shumë, vetëm Jo dhe po pyetja ke pak më Kur ka ndryshme. stopu dhe kur o pajis, do të ty deri në 10 orë, dhe kuptova unë i ka pas, dosjen kur edhe ka pas, examinimin, Kur është përfundu. kur o përfundu, Qashtë. edhe pastaj nuk ka pas deri sa ne si gjykatja kemi dhënë ju e deruar Ka qenë kërkesë e juja, ne kena aprovu. Unë vetëm Kërkesën e juja kena aprovu, avokat. O kryetare, po dhe është pajis. Konstato aty, shkona, kryetare njofton avokatin, se sipas kërkesës tuaj që është aprovu e njëjta në seancën e kaluar, janë siguruar raportet gjatë qëndrimit në paraburgim të mbrojtërit tuaj dhe të njëjtat janë dorëzuar paraprakisht për të njohur ekspertin. Edhe s'fundi, Është ta konstatoj po. Që ta konstatojmë edhe përgjigjen e ekspertit. Me dosin nga gjykata kemi qenë të pajisur nga koha e ekzaminimit kur është bërë, po ashtu ne kemi të gjitha raportet të dorëzuar nga gjykata për periudhën sa është në paraburgim. Është saktë kështu. Ato që na kanë dorëzuar, ato ju kemi dërguar. Ka qenë kërkesë mbrojtësit ti edhe është aprovuar a dhe është kemi në kuadrin e këtyre raporteve dhe Më raporteve falë vetëm pak avokat. Po. Po, prokurore? Faleminderit. Kryetare dhe trup gjykus nderuar. Edhe gjithë praneshën këtu. Në seancën e kaluar, nga mbrojtësit e Banderit është propozuar që të mirët dosja komplet. Gjatë kohës sa ka qenë trajtim tani Banderi, me të gjitha që janë të mjekësore. Me këta vendim, kësaj data është aprovu propozimi mbrojtësit sa përket ftesës së ekspert. Psikiatri forenzik që për seancën e radhës të ftohet do të vjetërzoj. Mirë po. Unë duke u bazuar në këtë proces verbal dhe atë çfarë kam dëgjuar, sot kam konsideruar se do të merret në pyetje për ekspertizën të cilën e ka hartuar gjatë kohës sa jeti ka qenë në paraburgim përmes urdhëresës të lëshuar nga gjykata, të cilën e ka hartuar prokurori. Dhe sot po merret në pyetje për një dosje tjetër. Jo, prokurore, paraprakisht është njoftu eksperti edhe njoftu, jo, nuk unë bisedu me ju, kena kontaktu me shpendin, jo me drejtorin e juj, edhe kemi njoftu që është fjala për qëtlancë, dhe këta do të me pas dosin, ta kanë qënë njoftu kër e kanë bo ekspertizën, po ju ka bashkan gjitë edhe kjo dosja prej qandrës paraburgimi. Edhe këta janë gjendje që këta nuk kanë pas, s'kemi pas kërkes prej ekspertave që duhet më na aprumë me qëtë dosje. Po këta janë kanë gatshëm që me ardhë duke u mbështetur në ekspertizën e parë që ju ka bë ekzaminimi edhe raportet shtesë. Po, nëse më lejon ta përfundoj. Po, patjetër. Nëse në vëjtë të shërtohet dosja të cilën unë e kam kundërshtuar në seancën e kaluar, atëherë duhet me qenë një grup i ekspertëve për t'i vlerësuar këtë dokumentacionet mjekësore të Banderit. Jo të merret në pyetje vetëm një ekspert, siç është tani doktor Jeton Zotë. Sepse ekspertiza hartohet për grupin e ekspertëve. Është bë ekspertiza, është bë Po, ekspertiza. edhe shërtimi i kësaj dosje duhet bëhet për grupin e ekspertëve.
Nëse jo vetëm lejohet. eksperti Po. individual, sepse është e një anshme, dhe jo objektive dhe jo profesionale. Këta kanë qenë si grupi Jo, ekspertë. si grup na edhe kem analizuar. Kenita ekipe kena analizuar Po dus. mirë, nuk e kam një dokument tillë që ju e keni Jo, s'kena nuk ka që ne me bo pyetje në bazë të asaj. Ajo nuk është kërkuar me nuk është kërkuar me shkrim, po është kërkuar me prezantuar në seancë, po para prakisht me positiv. positiv. Nuk kam me shkrim që ju drejtu juve me pyetje lidhur me raportin cilin për herën e dytë e keni përfilu, atëherë edhe nuk mund të parashtoj pyetje. Sepse Po, nuk e kemi një ndërgjon se- dokument tillë. Nuk ka ndryshime prej Sa ekspertizës. përket ekspertizës na jep të ekspertizë. me Pra, prokuror. pavarësisht prej asaj. Sepse në fillim e shtash, Pa ta dhënë fjalën, nuk qosh. Po Mund është mund, më një. po ajo ndërhyri mos mund të Mund është mund. Faleminderit. Pavarësisht se çfarë rezultati del, ne ekspert nuk mund të merret në pyetje për një dosje. Për ekzemplar shkon në grup të ekspertave. Nëse doni ne trajtuar shërtu dosjen, për cilën tani po kam prapë kundërshtu në seancën e kaluar, dhe gjykata vendos, duhet me qenë grupi e ekspertëve. A ka qenë e nevojshme për karratona që mund me ndryshu gjendjen faktike prej grupit të ekspertit që keni bën? Sa i përket momentit të kryes veprës, na kena dhënë një mendim i cili është i shkruar, edhe është ekspertiza me shkrim. Sa i përket Kryetare. kohës, Dhe momentit të kryes veprës, Ani me marrë fjalë. Kryetare më ka hedhë gjykimin të njëjtë. sa Ne- i përket kohës, kur është shkruar vepra penale, ne e kemi bërë ekspertizën me shkrim ekspertizën me shkrim. dhe të njëjtën e kemi dorëzuar gjykatës dhe prokurorisë. Për kohën e kryerjes. Po. Ndërsa arsyeja që është kërku shikimi i dosjes mjekësore, ku është kërku nga pola nga avukati mbrojtës, i referohet trajtimit pas datës 25/10/2024 deri me tani. Ku në dosje Kryetare, ju lutem mos të sqarohet asgjë derisa unë e kom rrallë. Kryetari i trupit gjykuesit Mund tërheq të më vërejtjen. jep vrejtje. Mbrojtësit të akuzuarit, i njëjtë e merr fjalën dhe ndërhyn përderisa eksperti është duke ju përgjigjur pyetjes së kryetares së trupit gjykues. Me çka kryetari i trupit gjykues vlerëson çorientim të ekspertit në dhënien e përgjigjes. Po. në dosjen e dorëzuar nga gjykata të trajtimit në gjatë kohës së qëndrimit në paraburgim, ekziston edhe fletëshimi i datës 27/8/2025, data e lëshimit, dhe data e pranimit të klientit 21/8 Dhe data e pranimit e pranimit e datës 21/8/2025 në Spitalin Regional të Pejës, viz raporti koronar. Në koronar, që ashtu po shkruan. Në këtë fletëshim është përshkruar diagnoza për çka është trajtuar, që janë të aspektit kardiologjik, dhe njëra ndër paragrafit e parafundit thot ekzaminime tjera rentgeni mushkrive dhe ekzaminime tjera që janë bërë është edhe vetëm psikiatri edhe diagnoza F32.3.
Ndërsa, në terapinë e përshkruar, në këtë fletëshëm, askond nuk ka terapi psikiatrike. E gjithë terapia është kardiologjike dhe fletëshimi është i nënshkruar nga internisti kardiolog. Në folë edhe për kompetencën e këtynve në rast për natyrën e ekzaminimit psikiatrik, a kanë pas drejt me bani konstatim? Kjo nuk hynë në mendimin e përfundimtar të shafin Allah në majerët. Kjo mund të ketë problemet natyres psikiatrike, që lidhen edhe me faktorin mosh, po gjitha raportet mjekësore tjera janë të natyres internistike, kardiologjike, endokrinologjike, që ka probleme me gjandra, ka bon edhe biopsi, dhe 95% ose 98% të tyre raporte vjenë të natyres internistike. Ka konsulta psikiatrike, ka terapi psikiatrike, që është antidepresiv, doza minimale. Mirë po diagnoza ku është përshkru, nuk ka mendim të ose psikiatri që e ka vizitu gjatë qësaj kohës qëndrimit në mjësinë koronare. Nuk ka nënshkrim, nuk ka terapi për cilësi, për që diagnozë që është të përshkru. Po. Në të drejtë se ata kardiolog që shfutu. Po. Je kardiolog. Mirë shumë mirë pas kanë pa që s'kanë bëna dhe terapi. Ka marrë terapi. Po flasëm për këtë raport, të lutëm, asni ndërhyrje, të lutëm, ta ja fjallën, nuk ta muaj drejtën, po kur ta ja fjallën. Nuk ka do të që kjo është. Unë e mora përgjigjen, ato që më interesoj. Prokurore, ke propozimi juj që më bëha edhe me këto më bëni prej grupit ekspertës sa kuptove ashtu e pa të propozimi nuk ishte imi, se unë e thash edhe në seancën e kaluar kom kundërshtruar një propozim tillë. Mirë po, nëse gjykata thash vendos, atëherë duhet me qenë i grupit të ekspertëve. Sepse nuk mund të më kry një ekspertizë ka qenë të grupit të ekspertëve. Po flasëm për ekspertizë, na kemi thira që ndronë pranë ekspertizës kalume dhe këto ka pas dyshime kardiologu që ka konstatu diagnozën F30, i ka interesu avokatit më të drejt konstatimin i kardiologut për diagnozën psikiatrike. Nëse s'ki diçka, cili është qëndrimi juj? Jo, qëndrimi po e përsëris disa herë. Unë njoftove me ekspertin, tani qëndrimi juj. Unë njoftova me ekspertin edhe në vendimin e seancës kalume nuk ka qenë që të merret pyetje për këtë dosje. Po, unë s'paku ndoshta se kam kuptuar se s'ka shënu këtu, që të merret për ekspertizën që ne ka hartuar. Na nuk jem si trup gjykus plamist mjekësisë, na do ekspertin me pyet për raportet mjekësore. Po, për raportet mjekësore për një dosje të tillë, nëse nevojitet mendimi i ekspertëve, veç po e përsëris prap, nevojitet mendimi i grupit të ekspertëve për me ditë se çfarë gjendje shëndetësore ka, edhe pse kjo lidhet pas kohës së kryesjes së vetes penale që nuk ka në relevancë për vetat të cilat akuzohet i pandehuri. Toalet ki nevoja për shka? Jo, më shka, s'ki vatë. E mua s'ka ma bitë dhe fjallë një ty. A unë me marë fjallë zhokë të zë. Së ka gjiru për të do. Ekspert,
Bane kryetare e trupit gjykus, pyet ekspertin. Apo kryetare një shqetësim e tonë, kryetare. Jo bre, ta ja fjallën, Fjallën son shumë më rëndësime. Jo nuk është më rëndësi tani më ta nën fjallën. Ju propozu për jashtimin tu, jo kryetare. Mund është me kërku për jashtimin. Ju të më e fjallën. Edhe do t'i qes arsyet këtu, me njëherë drejt për drejt. Patjetër. A mundë me marrë fjallën? Po, për jashtim pa problem. Ndërura kryetare. Mund është mund të lutëm. Jo mos s'ka lihajt. Jo, lirisht se na nuk vazhdojmë atë tjetër. Sot, në cilësinë e mbrojtësit, paraqes shqetësimet e mia, se unë si pjesë e sistemit të drejtësisë, jam cënuar të drejtat elementare, e garantuara me kodin e procedurës, standardet dhe të drejtat e tjera për ta përfaqësuar me dinjitet të mbrojtërin tim dhe ato për arsyet si më poshtë. Kryesisht, me fillimin e seancës së sotme, e që gjykata me të drejtë ka ftuar ekspertin e që më parë konstatoj se eksperti i ftuar për seancën e sotme është pajisur me komplet dosjen mjekësore të mbrojturit tim. Ky si propozimi mbrojtjes nuk është kundërshtuar nga palët në procedurë. As sot, as seancën e kaluar. Presi, edhe pse unë a priori kërkova me rastin e paraqitjes së dy shqetësimeve të mia, një, i mbrojtëri nuk më dëgjon mirë dhe lëngon nga të dëgjuarit. Mbyllova, gjykata bëri një zgjidhje. Ndërsa kërkesa ime e dytë ishte pas pranimit të dosjes, e që në seancën e kaluar kam kërkuar ekip viz komision mjekësh në klapa konzilium psiatrish për ekzaminim të dosjes viz shkresave të lëndës dhe dokumentacionin mjekësor si dhe kërkesën për trajtim klinik të mbrojturit tim mbi bazën e trajtimeve që janë bërë sistematikisht në masën e parapokimit me tekst të posaçëm raporti i dhënë nga spitali Rajna Nipejës që mbi 2 trajtime i ka bërë psikiatri në spitalin e Pejës e që është konstatim në raport të datës 27/8/25 e që aktin e këtij raporti edhe vetë eksperti e komentoj në mënyrë të njanshme. Sepse kodi ndërkombëtar me shifrën F32 pikë 3 as nuk ka të drejtë
dhe asë nuk guxon që mjeku nga lëmi tjetër, cili të qoftë ai, ta qesë në akord. Në klapa, për ndryshe kemi të bëjmë me falsifikim dhe do ta ulëmtojmë hapet e dim. Në klapën, sot u gjinda në situatë që gjatë pyetjeve të mia të ekspertit me kërkesën time ju dha drejta prokurorit, e cila ndër tjera tha se unë pas nga kuptuar apo se kom kuptuar propozimin e mbrojtjes dhe konstatimet e gjykatës, por realisht mu më ndërhyri në të drejtën time si mbrojtës për ta ekzaminu ekspertit. Presje, çuditërisht, reagimi im për ta marrë fjalën me ngritje të dorës, pasoi vërejtja nga kryetarja e trupit gjykues. E që kushtimisht, unë isha ai, si mbrojtës, që cenova disiplinën e gjykatës. Kurse përmbajtësisht, ndodhi diçka tjetër. Pikërisht, për më tepër, jo vetëm që nuk më dha fjalë, sa herë ngrita dorën, por kryetarja e trupit gjykues, duke shfrytzuar autoritetin, filloi ekzaminimin e dëshmitarit, në këtë pikë unë si mbrojtës e kuptoj se e ka të drejtë ligjor, por jo pa përfunduar, sepse kodi shumë mirë e rregulluar, se Dominikis Litis është kryetari, por unë konsideroj se më ka cenu orientimin e mbrojtjes presje, punën time profesionale, presje, strategjin e marrjes në pyetje të ekspertit, presje, edhe pasi që i tha prokurores së çështjes, a propozoni ekip për ekzaminim mjekësor, ajo u deklarua, jo nuk propozoj sepse atëherë kam kundërshtu. Shka, unë kam bindje se çështja e ekzaminimit të këtij eksperti vetëm pak një sekond. është cenu parimi Avokat, vetëm një sekond. i pavarësisë. Nëse ju jeni kujdestar për sot, lirisht mundi më largu të lutem. Që mos t'ju... U cenu parimi bazë i drejtësisë pa anshmëria. Dhe unë kërkoj që kryetarja e trupit e ka cenu këtë të dhe. Të garantuar me kushtetu dhe me kod të procedurë. Kërkoj përjashtimin me cilësinë se e ka. Dhe këtë lëmë, ka marrë në gjykim një gjyqtar i departamentit të kartës, sepse është vënë në pikpyetje dy shkjetës. Ai i panshmërisë, presje, barazisë e parë, në klapë, barazisë e armë, nga nemi të katës, në mjë të babë, dhe cenimi të drejtës së mbrojtjes efikase
të suksesshme, me dignitet, dhe është shkelur të gjitha të drejta, edhe në bazën e dokumenta ndërkombëtare, të aplikueshme në Republikën e Kosovës. Pa procesirval, absolutisht, s'kam personale, E konstator. asnjë njeri, leresht konstator, asgjë personale nuk kam unë me asnjë njeri në këtë botë. Por, më mu cenu e drejta që unë konsideroj, gjithmonë nuk jabet drejt veti, që unë konsideroj që në vetë në pyetje digniteti profesional dhe e drejta e mbrojtjes, ligji ka para pa, dhe unë jam i pakursyshëm, ashtu s'ka dhe kërkoj askusht mos më kursej atëherë kur bëjmë një shkelje. Ju falenderit, shumë konsiderat për dërimin du. Faleminderit. Pas kërkesës së mbrojtjes, gjykatësia vendosi ndërprerjen e shqyrtimit gjyqësor për kohë të pacaktuar dhe obligoi avokatin mbrojtës që të kryejë procedurat administrative lidhur me kërkesën për përjashtjem brenda 3 ditëve.